Ç'ke mendim keni për partitë e reja? Çfarë kuotash do të kenë dhe çfarë shpresoni? Unë shikoj me dashamirësi që janë krijuar këto partitë. Dhe në mënyrë të veçantë sigurisht më intereson që të ketë parti realisht të majta, që kuptohet politikat e tyre janë më pranë interesave të njerëzve që nuk kanë mundësira dhe duhet të krijojnë shanset barabarta të gjithëve, sepse në fundit në themel kjo është edhe arsyeja kryesore e funksionimit të politikës në mënyrë të veçantë të partive socialdemokrate dhe partive të majta. Dhe kështu që shpresoj që ata të marrin, por në fakt, më së pari, që ne realisht kemi një parlament ashtu si kurse i duhet Shqipërisë, duhet të ndryshoj sistemi zgjedhor që kemi. Unë e kam votuar këtë sistem zgjedhor, sepse duke besuar ke dashamirësia dhe te vullneti që mund të kenë partitë për t'i dhënë një parlament me të gjitha vlerat. Dhe është e mundur edhe me këtë sistem. Por praktika tregoi që kjo më së pari, ky sistem rriti autoritarizmin e liderëve të partive përkatëse. Edhe kështu që duhet patjetër të kthehemi prapë në proporcional kombëtar. Sidomos vetë numërimi i votave dhe për llogaritja që bëhet, partitë e vogla nuk e favorizon. Po le të shpresojmë që sa më shumë ngjyrësh të jetë parlamenti, aq më mirë është për një vend që ende ka probleme me kollonat kryesore të demokracisë dhe në mënyrë të veçantë në funksionimin e shtetit së drejtës dhe të koncepteve për funksionimin e një shoqëri demokratike. Pra kemi një proces gjatë. Është proces i gjatë, megjithatë unë them që shumë është bërë. Po të krahasojmë me 30 vjet përpara, duhet kishim lëvizur më me shpejtësi sepse mundësitë i kemi patur, por sikurse thash, konfliktualiteti në politikë dhe nganjëherë mendje ngushtësia dhe kufizimi i mentalitetit të shumicës atyre që kanë drejtuar qoftë opozitën apo dhe kur ju ka rënë rasti që kanë qenë në maxhorancë, por edhe lojrat e skemave jo shumë të sinqerta dhe skemave, domethënë brapa skenave që janë bërë. Për shembull si rasti 2005-s, në 2005 rikthimi i Sali Berishës ishte si dhuratë që ja dha e majta në fakt. Sepse ndarja e të majtës mundsoi ardhjen e Sali Berishës, e cila u komentua nga mjaft vende dashamirëse tonat që si ka mundësi që shqiptarët të kthejnë mbas asaj që ka ndodhur në 97-ën të njëjtin personazh.